Pak orë pas publikimit të apelit të një nënë nga Durrësi në redaksin ton, Fondacioni Golden Eagle në drejtimin e presidentit Shaqir Palushi ka reaguar menjëherë duke ndarë një ndihmë prej 5.000 eurosh në ilaçe dhe ushqime të posaçme për familjen. Historia prekse linditës e cila kërkoi ndihmë për të birin e saj të sëmurë rënd preku mira shqiptar. Ajo kishte trokitur në derën tonë jo për lëmosh, por për të shpëtuar jetën e djalit të saj, që ushqehet me sonde dhe ndodhet në një gjendje të rënduar shëndetësore. Pas një ndërhyrje të suksesshme në Francë, autoritetet e kthyen në Shqipëri, ku përballjen me mungesën e barnave, ushqimeve të posaçme dhe pajisjeve mjekësore, po i vë jetën e fëmijës në rrezik të vazhdueshëm. E zhgënjur nga institucionet, Lindita kërkoi ndihmë nga njerëzit dhe reagimi nuk vënoi. Fondacioni Golden Eagle u angazhua menjëherë për të siguruar ndihmën e nevojshme, duke treguar edhe një herë se është pranë çdo shqiptari në nevojë. Kjo nuk është hera e parë që fondacioni reagon ndaj rasteve të publikuara në redaksin ton. Me 10 raste janë ndihmuar ndër vite me para, ushqime, ilaçe dhe banesa, gjithmonë përmes sinjalizimeve të ardhura në redaksin ton. Kjo ndihmë është një shembull frymëzues i solidariteti dhe bashkëpunimi që mund të shpëtojë jetë. Falenderojmë nga zemra Golden Eagle për besimin, mbështetjen dhe reagimin e menjëhershëm, sepse kur shteti hesht është populli që flet dhe jo që është gjithmonë zëri i tyre.